emrat që kanë dalë deri tani. Mendoni që kandidati final do jetë njëri prej tyre, edhe ndoshta më shumë potencial mund të jetë zoti Hasimja? Unë nuk kam ndonjë preferencë personale për zotin Hasimja, për as për zotin të diasporës. Po, Halim Kosovë. Ose dia. Jo, për këto të dy thash, nërsa zonja Çepani, le të presim çfarë të bëjë në të ardhmen. Nuk është ndonjë problem që një zonjë kandidon, po do të kandidoj, le të kandidoj e pavarur se nuk e di se do të zgjidhë formulën të kandidoj, por e emrat të tjera kemi dhe zotin Qori, i cili është kandidat të shpalli veten e tij, pra pavarësisht çfarë votash ka marrë, pavarësisht betejën e tij, ai po përsëri do të kandidoj. Nuk ka të bëjë me kosto politike, po ai do të vazhdoj misionin e tij të qartë që të marrë Bashkinë e Tiranës, pavarësisht se nuk fiton, që dihet kjo gjë, por unë mendoj që çdo emër tjetër që do të vinë të ardhmen të kandidoj, pse jo mos të kandidoj, dhe pavarësisht të rezultateve, për mua nuk është paragjykues rezultati, sepse edhe vetëm votën e tij të ketë në fletë në kutinë e votimit, rëndësi ka që ka njerëz të cilët dinë të sakrifikojnë. Ne flasim sot për fituesin. Jo, nuk e paragjykojmë këtë fakt për fituesin, por unë për fituesin do flas të datën 9 nëntor në darkë, kur do dalë rezultati, dhe unë jam i bindur që se si do dalë rezultati, por për shkak se nuk dua të paragjykoj rezultatin ashtu siç paragjykoj të tjerë, unë dua të them që paragjykoj Berisha Berisha le ta paragjykoj, por unë thjesht do të them që për mendimin tim zoti Berisha ka bërë gabimin fatal, që ka përdorur këtë mekanizëm të pavarësisë, dhe përveç kësaj zoti Berisha ka paragjykuar një proces demokratik bashkë me të tjerë, të cilët vazhdojnë dhe janë deputet. Për mendimin tim, deputetët e PD-s duhet të japin ndërheqje ata të listës së mbyllur dhe të futen të gjithë të listës së hapur, sepse këta të mbyllur kanë mbyllur partinë dhe po mbyllin dhe të ardhmen në shqiptarëve, alternativën në shqiptarëve dhe gjithçka tjerëve që i përket shqiptarëve dhe jo të pazareve të tyre personale. Unë ja them me bindje të plot, pa hequr asnjë presje, asnjë pikë, që sot Partia Demokratike dhe Edi Rama, Sali Berisha dhe Edi Rama kanë firmosur marrëveshjen e radhës që do të përsëritet 2008. Vetë më e rëndë, dhe nuk na intereson fituesit në asnjë proces tjetër, sepse këtu të dy këta duan të sjellin atë që duan vetë, të sjellin atë stabilitokracinë e tyre të dy individëve. Por më lejo të sjell edhe një shembull tjetër që ta konkretizojnë me rastin konkret. Çfarë do të thotë kjo? Ju nuk ju duket e çuditshme që zoti Basha, që ishte trashëgimtar i zotit Berisha, nuk është më pjesë e politikës shqiptare dhe nuk është më krye i PD-s? Mua më bën shumë përshtypje dhe shumë çudi. Juve nuk ju bën çudi që zoti Velie si trashëgimtar i zotit Rama është në paraburgim dhe sot zoti Rama nuk ka trashëgimtar të së ardhmes për të lënë partinë? Juve nuk ju duket e çuditshme kjo? Mua më shumë. Nuk shikoni rastisht dy princat, Lali dhe Luli. Një sekond. Tani për sa i përket pjesës së zotit Meta, juve nuk ju duket çudi që zoti Meta la trashëgimtarin e tij politik zonjë Kryemadhe dhe ajo e shkatroi partinë e tij dhe në fund fare mblodhi zoti Meta në momentin e fundit dhe u nda nga trashëgimtarja kandidate për të pasuar në të ardhmen Partinë e Lirisë ose Lëvizjen Socialiste për Integrim. Pra, ju duhet të dini shumë mirë dhe duhet vetë ta përpunojmë informacionin akoma dhe më shumë, që është e çuditshme që këtu në çuditërinë e fakteve të tjera të cilët na sjellin në referencë, për ngjarje të tjera të së shkuarës, po edhe të ardhmes që do të jenë në përputhje me këto sapo sot kemi cituar, ju do të shikoni qartësi që asnjë nga trashëgimtarët nuk është në jetën aktive politike, të jemi realist. Pra do të thotë që zoti Berisha dhe zoti Rama kanë punuar kaq shumë mirë që mos të ketë trashëgimtar. Më thoni mua, kush trashëgon në Partinë Demokratike kandidat? Më thoni ju mua, kush trashëgon Partinë Socialiste pas zotit Rama?
Po kandidat të Prit tani, më thuaj ti mua, kush është trashëgimtar ose më mirë, kush pason pas zot Veliaj në Bashkinë e Tiranës? Kush? Lejo Orgertën, lesëm, nuk ka rëndësi ajo. Kush? Nuk ka. Ka përgatitur Rama një Orgert apo një kandidat tjetër për zgjedhjet e 2027-ën? Jo. Pra, ke ti trashëgimtar apo një person të përgatitur? Jo. E ke vakum. Po ke ti në partitë politike aktuale njerëz të cilët marrin drejtimin e partive? E ke vakum. Pra çfarë do të thotë me këtë rast? Kur ti ke vakum dhe nuk ke emra që vendos partia në garë edhe sikur të goditet, si shkak të rezultatit zgjedhor gjithmonë flasëm goditjen, atëherë çfarë kupton ti? Ti kupton qartësi që Partia Demokratike punon që mos të shkojë në zgjedhje. Partia Demokratike punon që të humbasi, Partia Demokratike punon që të jetë gjithmonë e dyta, pra të jetë faktor opozitar. Pra do të them edhe një rast tjetër. Çfarë ndodhi me Partinë Demokratike? Partia Demokratike po bën një gol tek partitë e tjera politike. Çfarë i mban peng? Për shembull, t'jap rastin e PL-s. Si është PL-ja? A ka 4 deputet pavarësisht se bërë koalicion? PL-ja për mendimin tim ka bërë gabim që është bërë grup parlamentar. Pse? Se nesër kur do të ketë një marrëveshje tek e tek Sali Berisha, Edi Rama, edhe bjen në disfat të Ilir Metës, PL-ja nuk ka se si të reagojë, sepse i ka 3 deputet nga PD-ja. Pra kjo quhet pengmarrje në aspektin politik. Pra, PS-ja nuk ka parti të tjera rreth vetes, është vetë i ka azgjesuar partitë e vogla. Tani, puna që do të bëjë PD-ja tani është që të azgjesojë dhe partitë e tjera, përfshi Partinë e Lirisë, Partinë e Çamëve, Partinë e Minoriteteve,